Atëherë një fitore e mundimshme por shkoni në finale përballë të sa të kënaqur jeni. Jam shumë i kënaqur nga vendosmëria, nga shpirti i garës, nga karakteri që tregoi grupi, jo vetëm sot, por dhe gjatë gjithë kësaj periudhe. Mos harrojmë që pas ndeshjes me Laçin, që në një farë mënyrë dhimbja ishte shumë e madhe te ne, arritëm të punojmë, arritëm të gjejmë forcat që të vim këtu ku jemi sot. Kaluam krujm rezultat pastër, kaluam sot. Patjetër që duhet të dhënë dhe merita kundërshtarit, Besës, u bë një ndeshje niveli shumë të lartë nga dy ekipet. Pjesa e parë folim shumë për ne, pjesa e dytë Besa pati ato momentet e veta. Kështu që mendoj që në fund fitoi ekipi që pati vendosje më të madhe, që pati shpirt gare më të lartë dhe që pati vendosmëri më shumë. Mund ta kishim zgjidhur në mënyrë më të thjeshtë, sidomos në rastin kur ekipi kundërshtar shkoi me -2 lojtar. Do të kishim pak qetësinë, të paktën të gjejmë 1-2 stacione çakullim. Nuk po them të bënin çakullim dëmër, sepse ekipi kundërshtar nuk kishte humbte më dhe po vinte i zbalancuar në presim. Kështu që gjithsesi në fund fare arritëm kalonin, jam shumë i kënaqur me gjithë. Si e pret tani finalen tonë? Është një ndeshje superiore. Unë mendoj që dhe ne jemi një ekip superior, sepse punojmë, jetojmë dhe stërvitemi në mënyrë profesionale dhe patjetër që pretendojmë që jemi dhe në superior. Do mundohemi të bëjmë lojën tonë. Unë mendoj që shanset janë barabarta. Kam ekip mirë, kam ekip cilësor, kam një ndërthurje shumë të mirë midis lojtarëve, atyre me eksperiencë, por dhe lojtarëve të rinj, por dhe disa lojtarëve që kanë cilësi shumë të madhe këmbë të veta. Patjetër që është një humbje e madhe shumë e jona mungesa e Kazem, që ndeshkua sot me karton kuq, gjithsesi do mundohemi që të bëjmë maksimumin.